Cilat kanë qenë shkaqet kryesore? Në opinion flitet gjithçka. Por ju a mund të na numëroni se cilat kanë qenë arsyet kryesore dhe cilat kanë qenë temat të cilat i keni diskutuar në kryesinë qendrore, pasi që zoti Taravari tha që ka pas 5 apo 6 takime me kryesinë qendrore para se të merr vendimin për të dalë nga qeveria. Por tar deri te përgjigja konkrete e pyetjes suaj, me plot kompetencë e them. Zoti Arben Taravari, kryetari i Aleancës për Shqiptar, këtë vendim për dalje nga qeveria nuk e ka marrë kokën veti. Është debatuar në 4 mbledhjet e radhës të kryesisë qendrore të partisë. Mbledhjet kanë zgjatur prej 2 orë deri në 3 orë e gjys apo 4 orë, ku është debatuar mbetja apo largimi nga ana e faktikisht nga qeveria. Është diskutuar në mënyrë të detajuar edhe funksionimi i Blenit në qeveri, edhe funksionimi i subjekteve politike në suaza të Blenit, ku bënte pjesë edhe Aleanca për Shqiptar, dhe secili antar kam diskutuar. Mbledhja nuk është mbajtur vetëm me antarët e kryesisë qendrore, por kanë marrë pjesë edhe kryetarët e degëve, edhe asambleja përfaqësues të asamblesë së gruas, dhe në mënyrë të detajuar kryetari ka raportuar para kryesisë partisë për gjitha zhvillimet që ndodhin brenda qeverisë, brenda Blenit, dhe se konkluzat përfundimtare i ka marrë kryesia qendrore e partisë.